Sot po ju drejtohemi për të paraqitur rezultatet e një operacioni të suksesshëm të Policisë Kosovës, i cili ka rezultuar me gjetjen dhe sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme armatimi, municioni dhe pajisjesh ushtarake që sot ndodhen para jush. Ky arsenal armësh, municioni e pajisjesh është gjetur në fshatrat përreth Kalludrës së Zubipotokut, një zonë tashmë e njohur për të gjithë ne. Pikrisht aty ku gjatë javëve të fundit janë zbuluar 3 varreza masive, në të cilat janë gjetur mbetje mortore të 23 persona. Sekuestrimi i këtij armatimi, si dhe zbulimi i 3 varrezave masive, ka ardhur si rezultat i një hetimi intenziv të institucioneve tona, të cilave u ka paraprirë shtrirja e sovranitetit të shtetit edhe në veriun e vendit tonë, sundimi i rendit e ligjit, bashkëpunimi ndërinstitucional, si dhe ai qytetar institucionet Republikës Kosovës. Zbulimi këtyre varrezave masive kanë nxjerrë në pah edhe një herë dimenzionin e të krimeve të kryera gjatë luftës fundit Kosovë. Veriu i vendit tonë, përveç se ishte skenë e krimeve të rënda ndaj civilëve shqiptar, maltretimeve e dëbimeve, është shfrytzuar edhe për fshehjen e trupave të viktimave pas vrasjeve makabre të kryera nga forcat serbe. Mbi këtë fakt, Serbia ka investuar në vazhdimsi që veriu i vendit tonë të mos stabilizohej kurrë, rrjedhimisht të mbetej zonë e sigurt krimi dhe rezistente ndaj institucioneve të sigurisë të Republikës Kosovës. Gati 3 dekada pas luftës, familjarët e personave të zhdukur me forcë presin që ta kuptojnë fatin e më të dashurve të tyre. Kosova me ngulm kërkon përgjegjësi për urdhërdhënësit, organizatorët, dorasit, ata që fshehën trupat e viktimave, si dhe ata që fshehën informata mbi vendodhjen e viktimave të këtyre masakrave. Siç tashmë është njoftuar opinioni publik, në 3 lokacione janë gjetur mbetje mortore të 23 personave. Në lokacionin e parë janë gjetur 13 mbetje, në lokacionin e dytë 4 mbetje dhe në lokacionin e tretë 6 mbetje mortore. Me këtë rast, më lejoni të shfrytëzoj rastin që të falenderoj të gjitha institucionet dhe zyrtarët e përfshirë në këtë proces, Policinë e Kosovës, e cila ditë e natë pa kursim e pa u lodhur ka punuar, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe Prokurorinë, që kanë punuar në zbulimin e hetimin e këtyre varrezave masive,
Institutin e Mjekësisë Ligjore, Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës, Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur, ekspertët e ULEX-it në administrimin dhe identifikimin e mbetjeve mortore, si dhe shoqatat e familjarëve të personave të pagjetur dhe gjithsesi edhe juve gazetar për raportimin korrekt lidhur me këtë ngjarje të rëndë për gjithë shoqërinë tonë. Është shqetësuese qeveria e shtetit të Serbisë dhe dorës së saj të zgjatur në Kosovë, listës serbe, për këto zhvillime, pra për varrezën masive dhe armët e konfiskuara. Heshtja e tyre në fakt është mbështetje e hapur për planifikuesit, organizatorët dhe realizuesit e tyre. Armatimi që shihni sot para jush është gjetur në 12 lokacione të ndryshme. Nga sot, ai do t'i nështrohet ekzaminimit dhe analizave të detajuara, me qëllim të përcaktimit të origjinës, përdorimit dhe lidhjeve të mundshme me rastet e hetuara, përfshirë edhe ekzaminimin e së paku 23 personave, por edhe rasteve të tjera kriminale. Ky operacion është rezultati punës së vazhdueshme dhe profesionale të institucioneve tona të sigurisë, si Policia e Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, po ashtu edhe prokurorisë, të mbështetur në informacion, hetim dhe veprim të koordinuar operacional. Gjetja e këtij armatimi është dëshmi e qartë se institucionet e Republikës Kosovës janë të vendosura të veprojnë pa kompromis ndaj çdo rreziku që cënon sigurinë dhe rendin kushtetues të vendit. Puna jonë nuk përfundon me gjetjen e këtyre armëve. Ajo vazhdon me zbardhjen e plotë të rrethonave, me identifikimin e përgjegjësve dhe mbi të gjitha me përpjekjet tona për të sjellë drejtësi për çdo të vrarë, të masakruar apo të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Faleminderit.